pikturoje ngjyrat e vendlindjes time dhe me këto ngjyra unë kam nisur të pikturoj. Kjo është një nga pikturat e mia të fundit, por ky është edhe vendi me të cilin unë kam nisur të punoj me pjesën e projektit Kthim në vendlindje. Ky projekt ka lindur shumë natyrshëm si pjesë organike e punës sime dhe mbas përfundimit të studimeve, çdo njeri ka të dëshirën për të rikthyer dhe për të kontribuar në vendin e vet. Dhe sigurisht nga Tirana European Youth Capital u hap thirrja për projekte rinore, për të cilën unë edhe bëra dhe aplikova për të qenë pjesë dhe për të dhënë atë energjinë time tek shkolla në të cilën unë kam qenë nxënës. Unë jam Albyzo, në profesion jam piktor dhe ekspert arti. Jam 29 vjeç, sapo kam përfunduar dhe studimet e mia master në degën pikturë kavaleti dhe mësuesi. Jam duke punuar njëkohësisht edhe mësues arti dhe mentor arti. Ky është një itinerar, sigurisht një itinerar fizik dhe shpirtëror. Shkolla quhet Shkolla Tafili Rexhepi Pirk, është një gjimnaz i përgjithshëm, është njësi administrative Pirk e Bashkisë së Maliqit. Fillimisht ne kemi shkuar tek shkolla dhe kemi bërë prezantimin kryesor të projektit, më pas kemi ndërtuar atelie pikture dhe vizatimi. Sigurisht në projekt kemi pasur fokus dy mediume, fotografin dhe pikturën. Kemi ndërtuar atelie në të cilën nxënësit kanë pikturuar mbi tema që lidhen me vendlindjen e tyre dhe duke evidentuar elementet më të rëndësishme që i bën ata të ndjehen të denj për atë vendin e tyre. Kjo është edhe elementi shumë i vërtet i imi që realisht më ka emocionuar pafundësisht momenti im i kthimit në atë shkollë. Ata kur shohin një pjesëtar të atij vendi që rikthehet dhe sjell për ata një projekt të kësaj natyre, sigurisht ata janë emocionuar shumë, janë frymëzuar për të bërë punë të reja dhe për të shfaqur më të mirën e tyre, sikundër kam qenë edhe unë kur isha fëmijë. Janë përfshirë rreth 150 rinj, nga të cilët ne kemi marrë vetëm një pjesë të tyre, duke evidentuar punët më të mira për të bërë pjesë më pas të ekspozitës. Kam pikturuar ambiente dhe peizazhe kryesisht nga vendlindja e tyre, nga vendlindja jonë në këtë rast. Kanë pikturuar portrete të cilat evidentojnë element karakteristik të njerëzve dhe të banorëve aty. Kanë pikturuar ide të ndryshme se si do të donin ata që të dukej një imazh nga lagja e tyre, nga fshati i tyre, nga qyteti i tyre. Aty ka pasur të rinj të cilët mezi e prisnin një iniciativë të tillë dhe momenti i parë ose takimi i parë që kam bërë me ta për të prezantuar projektin ka qenë befasues. Tek takimet e dyta ishte akoma befasues pasi përveç punës që ata realizuan gjatë kohës që ne ndërtuam ateliet, ata kanë sjellë me vete edhe 10 vizatime të tjera të cilat donin t'i ndanin me ne. Gjëja e parë që dëshiroj nga ti është që të nisesh me pjesën e sfondit duke rrethuar pa, pasi do kuptosh që do dalë vetë kapiteli nga sfondi. Tani do shohim diferencën midis sa herë që në ndonjë edhe nisim së kapitelit. Këto për shembull, dalin një pak më të errta se sa realisht kapiteli. Por se këtu nuk i por kjo i është shumë e bukur. Forma, nuk është si thua vi lapsi, është ajo forma që kalon pjesa. Po, okay.
Kështu që edhe këtu do të që të ndjehet këtë reformë. Edhe këto janë nga të përshtuitur. Kjo këtu për shkakun për mua është vetëm një big. Edhe është big gati linje e pasur. Dhe ajo që do ta nxjerrë, do linjë pasur është kusht ndjerë që vendosa unë pak këtu. Ka personazhe që është një bëllë në sfond të bukur. Ju mund të bëhet disa gjëra abstrakte dhe ti do të gjërosh do të shihësh anë. Ambra shumë bukur. Do të mendoj që kjo më ka dalë shumë punë. Madje këtu mund të krijosh edhe një lloj forme. Një lloj forme dhe ta lësh si kolon, sepse në fakt kjo ka qenë një kolon greke. Kështu që këto lere të bardhë ose pak me hije që të marrë një formë rrumbullake, dhe kjo duket sikur ka qenë në Greqinë e lashtë. Unë dua të mburrë tani me nxënësën e re. Vizatimi këtu mund të jetë filmizim për një regjisor film. Është viti 4 vit. Okej. Edhe ka ndryshuar kora, edhe filloj. Është një fokalipsë. Kjo këtu është pjesa ku flihet mësojnë të zatuari në 3D. Dhe kjo është ajo që ne të gjithë e kemi realizuar dhe për arsye se një pjesë e tyre duan të shkojnë në liceu dhe të përgatisen për liceu. Dhe normalisht kjo është një nga format akademike të funduarit. Po përveç kësaj, është shumë e rëndësishme që fëmijët të punojnë me botën e tyre të brendshme. Çfarë është bota e tyre e brendshme? Realisht janë ato idetë e tyre të papunme, të cilat duhet patjetër të përkthehen në imazh. Realisht për ime, pra si mësoj qartë si mentor arti, është që to idetë e tyre të konkretizohen në formë që ata realisht duan të shprehë. Dhe sigurisht arti ndihmon fëmijët që të përshëndrohen, të jenë më të vëmendshëm, të jenë më të kujdesshëm, sigurisht të rrisin atë ndjeshmërinë e lartë mbi estetikën e gjërave, mbi të bukur, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Arti pamor është një atë forma ku fëmijët shprehen vizualisht dhe insistoj dhe them që është thelbësisht e rëndësishme që idetë e tyre që në thelb ato janë abstrakte të përkthehen në imazhe dhe të bëhen konkrete. Kështu ato fillojnë të përforcohen dhe fëmijët me këtë arrin të kuptojnë botën e jashtme nëpërmjet asaj botës së tyre të brendshme dhe që do të jetë unike dhe sa më veçantë. Unë për herë të parë kam nisur të pikturoj që në moshën 6-7 vjeçare si të gjithë fëmijët e tjerë dhe për herë të parë kam pikturuar një zall të vogël, një gur të vogël. Madje kjo bën edhe një lloj sinkronizimi me atë shprehjen tonë, guri i rënd peshon në vendin e vet, që lidhet sigurisht edhe me një pjesë të projektit tonë Kthim në vendlindje. Më pas kam studiuar në liceun artistik Tefta Tashka Koço në Korçë dhe mbas liceut kam përfunduar studimet në Universitetin e Arteve në Tiranë. Dhe kam qenë një vit në Francë, ku kam studiuar një vit pikturë. Ka qenë një nga eksperiencat më të vyra të jetës time. Mbas përfundimit të liceut, unë kam realizuar pikturën ekspozitën time të parë në ambientet e shkollës së liceut si një proces krejtësisht i natyrshëm që vjen pas përfundimit të një cikli studimesh. Gjithashtu dhe në Francë kam bërë një ekspozitë personale dhe së fundmi kam realizuar ekspozitën time të tretë personale në ambientet e studios time. Në vitin 2022 kam qenë një nga finalistët e një eventi shumë të madh në Rom, e Marte Live. Dhe modestisht, por që jam vlerësuar dhe me çmimin e parë. Unë e shoh të artmen time në një botë krejtësisht shumë të hapur drejt artit, por e shoh në Tiranë. Thuhet shpesh që talenti është 1% dhe 99% është punë. Dhe unë e besoj këtë gjë. Sigurisht, unë do doja që të gjithë të rinjt të fokusohen tek puna e tyre, tek pjesa e pasioneve të tyre dhe të insistojnë dhe të punojnë pafundësisht për të arritur atë që duan.